Tensionet në linjën e mesme janë përshkallëzuar sërish, pasi lëvizja Houthi në Yemen ka sulmuar Arabinë Saudite me raketa balistike dhe dron, duke i dhënë fund arpushimit jo zyrtar që kishte zgjatur rreth 4 vjet. Përshkallëzimi vjen pasi aeroporti ndërkombëtar i Sanas, i kontrolluar nga Houthit, u godit nga sulma ajrore. Lëvizja, e mbështetur nga Irani, akuzon drejt për drejt Arabinë Saudite për bombardimin, duke e cilësuar atë si një agresion të hapur. Zëdhënësi ushtarak i Houthive, Yahya Sari, deklaroi se grupi reagoi menjëherë duke goditur aeroportin ndërkombëtar të Abbas në Arabinë Saudite. Sipas tij, sulmi u krye me disa raketa balistike dhe dron dhe arriti objektivat e planifikuara. Nga ana tjetër, koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi se raketat e lëshuara nga Houthit u interceptuan nga sistemet e mbrojtjes ajrore dhe nuk shkaktuan dëme. Ndërkohë, përgjegjësinë për bombardimin e aeroportit të Sanas e mori qeveria e njohur ndërkombëtarisht e Yemenit, e cila mbështetet nga Riadi. Ministria e Mbrojtjes së kësaj qeverie deklaroi se operacioni kishte si synim të pengonte uljen e një avioni iranian, i cili sipas saj po shkelte sovranitetin e Yemenit. Më vonë, ushtria njoftoi se avioni kishte devijuar dhe kishte zbritur në aeroportin e Hodeihatut, i cili kontrollohet nga Houthit. Pamjet të publikuara nga televizioni Al Masira, i afërt me Houthit, duket se tregojnë uljen e një avioni të kompanisë iraniane Mahan Air. Megjithatë, autenticiteti i pamjeve nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur. Sulmet e fundit rrisin frikën për një rikthim të konfliktit të hapur mes Arabisë Saudite dhe Houthive, me pasojë që mund të ndikojë në sigurinë e gjithë rajonit të lindjes së mesme.